Dhe ka thonë në vetë, gjallin e kanë, që i shkon për dorë zanoti, a banë me të nëreqë një mberë. Dhe me të Allahu i ka thonë, a banë me të nëreqë një mberë. Me t'i barë eshtrat e tu. Eshtrat e ka barë për tjenë trupit tu. Ka banë? Për e Allah ka thonë e maru. E ka maru me 3 shkollë. Dhe për e Allah i gjumon e po, e kishtë zakon më bështet këtë e jo kalë. Me i këtë gjumon, për e ka nërtu me këtë me mberë. Në i dhe mberë. Ka hi për e Allah në ditër shkallë, a këthi ka gjumon i ka thonë se nëmë dhe më shë tretë. Ja ka nisë me qajt polë. Ka thonë qaj ke sikur qaj në fëmit. Këtë sa hapët e ka një. Dhe për Allah të ka dërrej, për ka zrik, e ka përqafu. Ka thonë hesh. Hesh dhe a këthi një dhe. Dhe ka hesh. Ka thonë për Allah, mos me patë për që fa qafu, dhe me i thonë hesh, kishte qaj të në ditën kemë. Pastaj e shurnu që i ka të dhe. Këtë hadith ku e transmiton të Hasan al-Basri, u edhe shkejtërë dhe ojë musliman. Apo në dëgjoni se kush është përmadhu për pejgamberin Allah. Dëruni i ngurt është përmadhu për pejgamberin Allah, ju pash Allah a i përmadhu për pejgamberin Allah. Për atë e se bimale ke kryqin ja Enes, pas dhejkës pejgamberin Allah dhët vetë i shërbi. A ke pa në onda dhe një? A ke përna në onda dhe një pejgamberin e ke pa? Enes ibn Malik dhe ke nuk moj men që një natë kam ra me fletë dhe se në pa për me. A dirë se për në po, sa ja përmalu e ka tash për me. Ti shka shak, pa shumë. Kanë tejra po, lujt në otën, lujt ditë. Me qëka të mirë në shë, me qëka të i dojë. Apo, se ditë dhe të mu e kitë mu shtullim për mu shkull. Ti këto u ki ka bërë. E ki baba, e mu shtullim shkull. Gjithë një, shka të zdirë. Pinket botë në që të rëboqë. TikTok ditë, TikTok në. Instagram, së mund është dhe botë i dhe të betan të cilin i përmalu e do për një me. Hasan al-Basri e thënë, qanë nëzirë zonë, se e në të ngurë, që janë përmalu për pejgamberin Allah, ju sa jeni përmalu me popë. A do të vete një zaman ka thonë për Allah, ka me pas burrat e njërës që e në gjenjë, midhone, ledët e vetë, familjen e vetë, pasurin e vetë, vish me taku dhe me po pejgamberin Allah. Ato që e dojnë për me pejgamberin Allah. Për këtë arsye, ato i përfilin gjithë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.